Partia Socialiste ka fituar një mandat të thellë ndaj Partisë Demokratike dhe partive të reja. Bëhet fjalë për 83 mandate. Por ajo çfarë po diskutohet kohët e fundit në fakt është nëse me të vërtet fitoi Partia Socialiste pra Edi Rama apo humbi Partia Demokratike dhe ose opozita në përgjithësi. Për të folur për këtë kam të ftuar në një lidhje direkte një nga zërat, po themi më oponent vitet e fundit, Ibsen Elezin. Ibsen, shumë faleminderit për intervistën. Mirë se u gjeta. Ibsen, si e ke parë rezultatin e 11 majit? Me thonë drejtën e kam përjetu jo mirë faktin që ne si koalicion nuk arritëm të, edhe pse ndoshta për një kohë shumë të shkurtër që koalicioni u formua pothuajse 2 muaj para datës zgjedhjeve, por gjithsesi rezultati i koalicionit duke pas parasysh se ne kemi qenë disa persona të njohur në publik, duhet kishim arrit një rezultat më të lartë. Kjo ka 10 arsye. Unë personalisht di të them këtë që ju bashkova me vetdije një koalicioni i cili kishte figura të pastra, kishte figura të qëndrueshme që ishin përkrahas të listave të hapura dhe një gare, dhe persona të cilët kuptohet tentuan qoftë Dashamir Shehu, po edhe Enkeleda Libe, me të cilën unë për një kohë gjatë ndoshta kam qenë në krahet kundërta dhe kemi ndarë pikpamjet kundërta, por në momentin që ata kërkuan që Shqipëria të ishte me 4 zona zgjedhore, me lista të hapura ku tule sa më shumë koeficienti pragu i votave, këto ishin 2 kërkesa të cilat normalisht ishin kërkesa themelore që opozita të futen në garë. Dhe fakti që këta ishin në këtë qëndrim korrekt për sa i përket këtij aspekti të kodit zgjedhor, unë mendoj që edhe jo vetëm kaq, por edhe qëndrimeve, sepse zoti Dashamir Shehu ka qenë një zë i cili ka qenë një zë oponent me të keqin që po i ndodh politikës dhe këtij vendi, po edhe zoti Enkeleda Libe, me të cilën unë për një kohë gjatë thash kam ndarë pikpamje të ndryshme në momentin që ai u pozicionua qartë kundra gjithë kupolës që unë i kam qujtë establishment për një kohë gjatë, paktën për 2018-s, Rama, Meta, Berisha dhe Basha, kjo ishte një arsye e fortë që unë tisha në atë koalicion dhe nuk jam as pak pishman edhe për rezultatin e dobët që kemi marrë. Nuk jam pishman, thash edhe njërë, se edhe njërë nga e para nëse do isha në pozita zgjedhje, prap do zgjedhja edhe me vetdije që do isha i humbur, do zgjidhja këtë koalicion për shkak sepse njeriu zgjedh në parim para se të zgjedh në aspektin e pragmatizmit që ku mund marrë më shumë vota dhe ku mund të jem më thjesht deputet. Sepse ndoshta gjithë secili për nesh më thjesht fare do e kishte që të kishim qenë krah të Berishës, në kupolën drejtuese të PD-s dhe do ishim fare mirë në listat mbyllura siç kanë pranuar një kategori e madhe pseudo-politikanësh, do t'i quaj se këto nuk quhen më politikanë, në kushte normale nuk quhen politikanë. Në këto kushte të deformimit plot realitetit dhe të logjikës të funksionimit të gjërave, pastaj edhe këta që futen në mungesë plot logjike quhen, ne i quajmë politikan, por në vetvete nuk janë. Pra, thash edhe një herë, jam në këtë koalicion dhe nëse do m'jepet mundësia prapë edhe një nga e parë prapë në këtë koalicion do isha, se s'kisha një koalicion tjetër që të ishte në përputhje me pikpamjet e mia. Si do jetë tani e ardhmja e Ibsen Elezit? Flas për të ardhmen politike, do vazhdoj angazhimin e vet? Patjetër, unë kam një angazhim më shumë, nuk kam angazhim partjak, edhe në aspektin e Partisë Demokratike, unë kam qenë një zë brenda Partisë Demokratike, një zë që jam munduar të tregoj që rruga për forcimin e PD-s dhe përzimin e Edi Ramës kalon në 2 drejtime, në 2 etapa. E para, forcimi i Partisë Demokratike institucionalisht, rregulli, edhe ditën e kandidimit me zotin Berisha kam thyer një përgjigje të momentit që dritën e diellit në Partinë Demokratike në fund tunelit e sjellin vetëm rregullat. Pra, me rregull kam nënkuptuar institucionet. Institucionet do të thotë Kuvendi Kombëtar, Këshilli Kombëtar, Kryesia e Partisë Demokratike dhe departamente që funksionojnë dhe struktura të tjera që funksionojnë mbas rregullave dhe nuk i lihet në dorë individëve të bëjnë gjithë çfarë, siç po ndodh. Sepse ky model është modeli që me cilin ne po akuzojmë Edi Ramën dhe t'ju dalësh t'ju japësh shqiptarëve një model të ngjashëm, për mos thënë edhe më të keq se ai Edi Ramës brenda partisë tënde, ti në një farë forme i ke paraqitur i pabesshëm në sytë e opinionit publik.
Pasi thash, domthon kjo është shumë e rëndësishme të bëjmë dallimin. Edi Rama nëse ka ndërtuar një model autokratik të mirëfill ku funksionon urdhri, dhe urdhri bën në uljen e peshës institucioneve, në rritjen e korrupsionit dhe në mosfunksionimin e shtetit, atëherë ti duhet paraqesësh valencën e kundërt, tiparet e kundërta. Nëse nuk i paraqet dot, atëherë nuk i jep ndryshim, nuk i paraqet një alternativë ndryshe elektoratit. Dhe kjo është arsyeja që Edi Rama pas 12 vjetësh ulje të imazhit të tij dhe goditje për korrupsion edhe nga strukturat e drejtësisë, goditje në zemër të kupolës drejtuese të Partisë Socialiste. Nuk janë goditje të tentakulave anësore, sepse është goditje zëvendës kryeministri, ministri i financave, ministri i rendit, ministri i shëndetësisë, e shumë ministra tjerë. Kryetari i Bashkisë Tiranës që është pothuajse vjen si figurë e pushtetit pas kryeministrit. Pra në gjithë këtë situatë kaq të vërtetë Partisë Socialiste, këta marrin 83 vota. Gjithë pazotësia qëndron në kampin opozitar. Qoftë partive të vogla që s'arritën të bëhen bashkë, po qoftë edhe Sali Berishës që pothuajse me ndryshimet në kodin zgjedhor, me mbylljen e 1/3 të listave, ja ka fal pothuajse një numër të madh deputetësh në tavolinë e Edi Ramës. Te e kemi thënë, po un kam paralajmëruar që ky kod zgjedhor me këto ndryshime rrezikon ta çojë Edi Ramën mbi 80 deputet. Në zanafillën e miratimit të këtyre ndryshimeve e kam deklaruar vazhdimisht rrezikun që Edi Rama të kalojë 80 deputet. Të fatkeqësisht i kaloi. Ky është fatkeqësi për gjithë ne, nuk është çështja e PD-s, këtu çështja ime ose dikujt. Është fatkeqësi e gjithë shoqërisë, nuk duhet lejuar një person. Mund vot besohet një person i cili në qeverisje ka shumë sukses dhe ka shumë progres. Po një qeverisje e cila goditet në rënd për afera korruptive dhe të rritën suksesin e saj, kjo pastaj tregon që shoqëria jonë është në anomali të plotë. Çfarë mendoni Pseni kur shikon që në listën e mbyllur Partisë Demokratike ka, po themi, figura që nuk kanë kontribuar për këtë parti ndër vite, e ndërkohë luftohet kokë më kokë për në Tiranë mes Jorida Tabakut dhe doktorit Ilir Ali Mehmetit. Pra, mendon që zgjedhja e zotit Berisha të figurave që për të konkuruar në 11 maj në listën e mbyllur nuk ishte e duhura? Unë e kam gjuar në opinionin publik të frymë dhe unë ndaj mendim ndryshe nga kjo, për shkak sepse nuk mund ta gjykosh Partinë Demokratike nga si duhet jetë, se si duhet jetë edhe PD-ja, edhe PS-ja, edhe gjithë spektri politik ne pothuajse e dimë. Ajo çfarë ka ndodhur në Partinë Demokratike është një gjë normale. Sali Berisha ka vendosur në listat e sigurta njerëzit për cilët domthon ai ka besim, pra që ato kanë treguar besnikëri, në rastin e Albana Vokshit, Flamur Nokës, këtij djalit Fariballiut, kush janë Edi Palokës. Domthon janë një kategori. Ideja është që a duhet vendosur në lista njerëz që krijojnë besim te kryetari apo njerëz që sjellin vota nga qytetarët? Jo, unë po them se Sali Berisha ka bërë zgjedhje normale, sepse deformimi i situatës për të ngritur deri këtu te këto lista ka filluar në kuvendin kombëtar. Në momentin që kuvendi kombëtar në 2022, në prill 2022 u emërua dhe nuk u votua, u bë një proces votimi dhe nuk u deklaruan asnjëherë votat. Pra çfarë do thotë që Sali Berisha e emëroi gjithë kuvendin kombëtar me enturazhin e tij, me njerëz me rrjetin e tij që ka përreth. Dhe në momentin që këta njerëz kanë pranuar që të zgjidhen organet drejtuese të një partie, institucionet e partisë pa votë, pra me emrim ato do pranojnë gjithçfarë tjetër më pas. Pra ajo çfarë ndodh në Partinë Demokratike pas deformimit të institucional, të emërimit të institucioneve brenda për brenda, është normale, ç'ndodh. Ai ka emëruar njerëzit besnik dhe këtë ka thënë Berisha, që unë do emëroj njerëzit besnik. Kjo nuk është normale në këndvështrimin tonë nga jashtë. Në këndvështrimin e brendshëm është gjë më normale. Do të thotë se kë do fut Sali Berisha aty. Që Sali Berisha nuk ka pasi qëllim fitimin e zgjedhjeve. Sepse ne gabojmë në zanafill të arsyetimit. Pra ne mendojmë që Berisha ka si objektiv të fitojë zgjedhjet, dhe por rrjedhoi nuk ka bërë zgjedhjen e mirë. Jo, Sali Berisha ka si objektiv të konsolidojë pozitat e veta opozitare, sepse e ka ditë ndoshta që me nën gratën nuk arrin të fitojë dhe për shumë arsye të tjera dhe ka thënë, unë do të ndërtoj një grup parlamentar me besnikët e mi.
Dhe ai e ka realizuar më smiri objektivin e vet. Tash i kthehemi tek rasti i Jorida Tabakut edhe këtij Ilira Ali Mehmetit. Domethënë, Jorida Tabaku dhe Ali Mehmeti për të mos arrit në këtë pikë, në këtë situatë, që të mbledhin vota për çunin e Fariballiut, për Palokën, për Fmulin, për Albanën e shumë tjerë njerëz të LSI-s, duhet ta kishin ngrit zërin me kohë. Jo në momentin që këta vihen përballë vështirësisë, të mungesës institucioneve brenda partisë. Sepse ç'ndodh, në momentin që Ali Mehmeti sot kandidon, Ali Mehmeti është antar i një këshilli kombëtar të emëruar. Dhe Ali Mehmeti e ka pranuar këtë pakt të heshtjes brenda Partisë Demokratike. Dhe nuk mund ta ngrej zërin. Sepse të luftosh për institucione, do të thotë që ti të luftosh dhëm për rregullin, mos lejosh, kjo është lufta për institucionin, se institucioni nuk lejon të shkelet asnjë rregull. Ndërsa ç'bën Sali Berisha, i emëron primaret, sepse e ka ndërtuar modelin e mosrespektimit. E bën listën si do, e nxjerr Ali Mehmetin dhe Tabakun që të mbledhin vota si figura pozitive në sy të opinionit publik, dhe të arrit garantoj që të fus gjithë njerëzit e vet të pavotbesuar. Dhe e ka realizuar më së miri Sali Berisha. Zoti Ali Mehmeti nuk e meriton të jetë deputet i Kuvendit të Shqipërisë. I dal nga listat e Partisë Demokratike, sepse është një oportunist i vogël. Dhe oportunista si puna e këtij nuk bën një diferencë madhe me Flamur Nokën. Nëse ne fillojmë të projektojmë shpresat kota të Ali Mehmeti me shok, njerëz të cilët Ali Mehmeti, të cilët i vidhen votat dhe nuk ngre zërin për votat e tij, atëherë si mund t'i dalë për zot interesave të publikut, si mund t'i dalë për zot interesave të demokratëve? Domethënë për një projektim i gabuar i shpresave të figura si Ali Mehmeti, sepse nuk është luftar. Nuk mund sillesh ti, këto kanë gjithë një model, kanë kopju të gjithë. Është e keqja e këtij vendi, e keqja e madhe është modeli Ramiz Alis. Unë e kam përsërit shpesh këtë. Ramiz Alia ishte një model suksesi sepse duke u sjell si kërmilli në atë partinë e punës, duke i marrë kokat, duke i hëngrë gjithë kokat, arriti të ngjitet deri maje dhe i tha gjithë tjerëve që kështu është rruga drejt suksesit në pushtet. Dhe ky është modeli më negativ. Dhe këto çfarë bëjnë? Këtë formë nuk mund përplasen me zotin Berisha. Dhe rrin aty si kërmilli, ngjiten si krimbi dhe nuk e kuptojnë që këto kur ngjiten sipër në qati, këto kanë prishur gjithë trarët dhe i zë qatia brenda. Kështu që nuk është aq e thjeshtë kjo në sy të opinionit publik, ne mund ta shesim. Dhe unë me të vërtet kam qenë një person që e kam mbështet zotin Ali Mehmeti për faktin që është një figurë e re, është një figurë pozitive në sy të opinionit publik, por në momentin që Ali Mehmeti thash edhe një herë, nuk ngre zërin për shkeljet e rregullave, për deformimet e rezultateve, për vjedhjet patjetër që ai dreq që ka gatuar ai në heshtje, ai dreq do ta hante një ditë. E them për fatkeqësisht këtë, po kjo ndodh, nuk e ku ik kësaj skeme. Zoti Berisha në fakt doli pas zgjedhjeve dhe nuk i njoh zgjedhjet dhe ka ngritur alibin e vjedhjes së votës, e ndërkohë ka theksuar që Partia Demokratike do luftoj deri në fund që t'ju kthehet shqiptarëve e drejta e votës e lirë dhe e ndershme. A mendoni që Berisha duhet të jap dorëheqjen e para dhe e dyta, a rrezikon Partia Demokratike të shkrihet si parti në rast se edhe në 2029 nuk vjen pushtet? Jo, Partia Demokratike nuk rrezikon të shkrihet totalisht, por në momentin që Partia Demokratike kthehet një parti të vogël, këtë ne kuptojmë shkrirjen. Kur kthehet një parti 20%, 32%, 33% ka shku tash. Në zgjedhjet e tjera bie poshtë 30 që të 20%. Dhe Sali Berisha ka kohë që po ideon një parti të familjes dhe të rrjetit të vet, të njerëzve besnik të vet. Domthon këtë e ka ideuar me kohë, nuk është se zoti Berisha e filloi sot. Pas 11 dhjetorit, kur zoti Berisha u ndiej ngrohtë për mbështetjen që i dhanë demokratët, Berisha i shkeli me këmbë, i tradhtoi ato demokratë e 11 dhjetorit. Dhe unë këtë jam detyruar ta përsëris në mënyrë të vazhdueshme, sepse nuk kam mbajtur asnjë nga fjalët. Edhe Neni Basha nuk është çudi pse zoti Berisha nuk do e respektoj. Sepse nuk i ka respektuar gjëra të tjera, po kaq të rëndësishme. Atëherë pse duhet të respektoj? Nuk respektoj votën.
tha që unë jam kalorës i votës lirë. Ku është kalorës i votës lirë? Të emroj në një këshill kombëtar kalorës i votës lirë, unë isha përballë zotit Berisha për të dhënë një mundësi Partisë Demokratike të bëjë një garë reale. Flasim more si rrezohet Edi Rama. I kam thënë zotit Berisha që ne po nuk gjetëm rrugën se si të ngrejmë PD-n, pra makinerinë tonë, dhe po nuk gjetëm rrugën se si ta godasim makinerinë e kundërshtarit, ne nuk mund të fitojmë. Dhe e di cila është rruga e vetme për goditjen për rrësimin e Edi Ramës. Nuk është debati për pensionet, debati për varfërinë, debati për problemet e ndryshme që i ka shoqëria, po debati për thelbin pse vijnë këto probleme. Dhe po të fillosh dhe të mendosh se si mund ta godasësh Edi Ramën, për mua rruga e vetme është që ti prishësh gjithë këtë sistem politiko-ekonomik që ai ka ndërtuar, që unë kam quajtur oligarki mafioze. Është një sistem që ka të përfshirë oligarkët, sistemin bankar, që është shumë rëndësishme të theksohet se gjithë sistemi bankar është në funksion të gjithë kësaj çfarë ndodh, grupet kriminale dhe korrupsionin, të cilët e pasurojnë, domethënë i japin lëndën e parë mjetet monetare këtij sistemi dhe kompanitë pastaj offshore dhe kompanitë guac, duke bërë të gjitha bashku një sistem i cili prodhon para dhe pastron paratë e pista. Dhe e ka deformuar ekonominë nga një ekonomi që ka si synim garën dhe konkurrencën për të fituar, në një ekonomi që pastron paratë. Jo gjithë ekonomia, po pjesa më e mirë e ekonomisë. Atëherë cila është betejë? Për të prish mekanizmin. Dhe për të prish mekanizmin është bllokosh bankat, godasësh dy oligarkët, dhe kjo nëse dhe të nxjerrësh një ligj që mos pranosh të investohen offshore pa identitet, mos të investojnë në Shqipëri, se offshore pa identitet Shqipëri janë paratë e këtyre politikanëve që ja u vjedhin shqiptar dhe i fusin në mënyrë i kthejnë dhe i legalizojnë si paratë lishme. Pra nëse ne nuk arrim të hedhim dritë në këto komponent, pra të oligarkia, që është një oligarki po pastron para orën dritë ditës me diell. Po Sali Berisha nuk flet dot. Atëherë si mund ta luftoj Sali Berisha Edi Ramën kur nuk ja prish dot mekanizmin? Se në këtë rast nuk është që ti mund ta mundësh me makinerinë e Edi Ramës, po ti mund ta shkatërrosh makinën e Edi Ramës. Pra janë dy strategji të ndryshme. Dhe asnjë nuk ja dhe mendin kësaj për fat keq. Jo se nuk e kuptojnë, po kanë frikë ta ideojnë këtë strategji. Rruga për të ngritur mundja e Edi Ramës është t'ia shkatërrosh makinerinë. Nuk e dihet origjina e parave. Asnjërit nga këto. Dhe këto rrinë në eshtje dhe di çfarë thon, ato çfarë sulmojnë më shumë thot oligarkia. Jo se un kam, po edhe ato që e përmendin janë pak figura të ri që përmendin faktin që ky sistem nuk është vetëm oligarkik, është mafioz oligarkik. E përmend Arlind Qorri dhe thot oligarkia, po nuk jam dakord. Ai e përmend oligarkia domthon për ta pasi deformim të sistemit kapitalist, sepse ka pikpamje të majta. Por në vetveten e duhet të fokusohemi, nëse duam një opozitë tamam, dhe unë si zë qytetar do ta bëj këtë. Unë kam kohë që jam distancuar nga Partia Demokratike dhe për këto zgjedhje e mbështeta koalicionin koalicionin djathtas për zhvillim, po unë vetvete do të vazhdoj gjithë betejën time, aq sa mundem të bëj si një individ në këtë shoqëri, pikërisht në këtë strategji. Do të shkatrojmë të hedhim dritë mbi oligarkinë, mbi sistemin bankar dhe të hedhim dritë edhe mbi marrëdhëniet me offshore-et që në Shqipëri investojnë me disa miliardë euro në vit nga offshore-et. Banka e Shqipërisë vitin e kaluar 2024 dhe 2023 ka shumë pak informacion publik se ç'ndodh pikërisht me paratë që vijnë nga offshore-et në ekonominë shqiptare. Pra nëse ne nuk e godasim këtë makineri, hedhim dritë si arma e vetme për ta shkatërruar makinerinë, ne nuk e mundim dot me dokra Edi Ramën. Do mund ta mashtrojnë një popull për një kohë të shkurtë. Mund ta mashtrojnë edhe Sali Berisha, edhe pjesa tjetër. Po vetë shoqëria do fokusohet te kjo e keqe, që ka bllokuar ekonominë shqiptare, ka kam pem politikën shqiptare. Dhe e keqja thash është sistemi që këto kanë ndërtuar. Nëse nuk e kuptojmë këtë, nuk kemi rrugë zgjidhje. Nëse do shkojmë prapë zgjedhjet e ardhshme me Edi Ramën, duke e pas të makineritë fort mas vetes, ne nuk mund ta mundim kurrë. Sepse është makineria që deformon opinionin publik. Ka influenca në media, ka influenca drejt për drejt në elektorat, ka edhe influenca me grupet kriminale me parat, sepse grupet kriminale sa herë të kenë të derën e hapur të oligarkisë, të bankave për të pastruar para, do jenë shërbim të Edi Ramës. Dhe gjithë ky sistem që ta kanë ndërtuar, patjetër deformon një proces zgjedhor dhe deformon rezultatin e zgjedhjeve.
Unë di që zoti Berisha në mënyrë të vazhdueshme dhe gjithë kupola e PD-s ka deklaruar që ne do i dalim për zot zgjedhjeve. Si i dalim për zot zgjedhjeve këta? Ja, ndodhen zgjedhje dhe thonë prapë u manipulun. Ke përgjegjësi, dakord që ky e bën dhe e ka bërë. Po ju keni përgjegjësi si opozit, nuk arrini të gjeni dot një strategji të ta ndaloni. Dhe këtë strategji e kanë propozuar në Partinë Demokratike. Edhe im dritë. Unë kam respekt për biznesin e madh, të cilët kanë ndërtuar një aktivitet ekonomik të ndershëm. Po nëse nuk hedhim dritë mbi këto dhe nuk i shbëjmë këto tentakula nga kapja e ekonomisë dhe kapja dhe ndikimet politike, kur do ta mundim dot Edi Ramën. Dhe Sali Berisha nuk e bën sepse ai me enturazhin e vet dhe me rrjetin e vet janë pjesë, po ke këmbë me këtë rrjet të ndërtuar nga Edi Rama. Pra është pjesë funksionale e rrjetit të Edi Ramës. Nuk është pjesë që e sulmon dot. Kjo është arsyeja që merren me dokra. Jo se kam ndonjë gjë kundra luftës tyre me korrupsionin. Dhe duhet bërë lufta me korrupsionin. Po lufta me korrupsionin, si në rastin e senatorëve, shumë raste të tjera specifike, janë këmbët e fundit të tentakulave të një oktapodi. Nuk është sulmu koka oktapodit që të fitoj me të vërtet atë rëndis dhe të fitoj betejën me ta. Sa herë që ti të kputësh tentakula, me vërtet që është edhe ajo betejë. Unë beteja për shembull përballë Erion Velis është një betejë që e vlerësoj për një senator. Dhe që se kanë fillu këto, e kanë fillu mediat ndryshme këto betejë për hedhjen e dritë mbi faktet e korrupsionit, por gjithsesi këta e vazhduan këtë betejë. Por thash edhe një herë, thelbi i betejës është ndrysh. Dhe këta kanë frikë ta prekin me dorë thelbin e betejës, dhe mund dalin dhe thonë, ore, po ti na jep leksione, se kështu mund thotë, po ti sa more, thotë Edi Paloka, ti ju 2000 vota, 5000 vota morët si parti, është vërtet. 5000 vota dhe dështuam, jemi të pazot për ta çarë sistemin. Po kjo nuk do të thotë që nuk e kemi drejt në këndvështrimin ton për mënyrën se si rrezohet sistemi. Nëse Berisha jep dorëheqjen dhe vendos që Partia Demokratike të shkojë në zgjedhje për kryetarin e saj, a do rikandidoni edhe një herë për të marrë drejtimin e PD-s dhe cilët kushte, nëse do kishin kushte, do vendosnit për një rikandidim të mundshëm? Unë kam rikandidu, thash herën e parë, për të treguar që Berisha mundet një herë para. Unë nuk jam me idenë që Berisha duhet largohet brenda një partie, jam me idenë që Berisha duhet mundet. Nëse ne nuk mblidhemi dhe nuk gjejmë forcat për ta mund Berishën si model, nuk është çështje personale çështja e zotit Berisha, se po ta shohësh në aspektin personal, unë kam pas oferta dhe mund kisha rënë në takurësi me këto oferta dhe thash edhe një herë, do isha shumë komod duke qenë në parlament, duke marrë një rrogë. Kështu e konceptoj një pjesë e njerëzve që kaq e kanë këndin e vështrimit të politikës. Po duhet të them këtë që zoti Berisha nëse tërhiqet, patjetër që do lëjë një besnik të vetën, dhe askush tjetër nuk mund ta konkurrojë. Gjitha këto projektimet e dëshirave, se kjo Irida Tabaku, ky Ali Mehmeti e tjerë mund të marrin drejtimin, janë ca idiotësi që njerëzit i projektojnë, si thash i projektojnë si pjesë e dëshirave të tyre, por nuk kanë asnjë përputhje reale. E kontrollon zoti Berisha këtë pjesë të PD-s, e kontrollon me lista, e kontrollon me njerëzit e vet besnik, e kontrollon me njerëzit e vet servil, e kontrollon me bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit, e kontrollon me gjithë çfarë, e kontrollon me gjithë ish zyrtarët e korruptuar në strukturat e policisë dhe doganave. Pra ka shumë njerëz zoti Berisha, të cilat kanë interesa të lidhura ngushtësisht me të. Dhe politika është funksionim interesash. Dhe në këtë rast zoti Berisha duke e kontrollu pikërisht këtë mjedis, sepse nuk është një mjedis i hapur antarësia e Partisë Demokratike, është një mjedis i mbyllur, ai do mund çdo kënd. Dhe gara ime në këtë do ishte një idiotësi për herën e dytë, sepse nëse për herën e parë bëra për të treguar se zoti Berisha nuk është ai politikani që i premton dhe i mban fjalët për garë të ndershme, për debat. Ai më la 10 ditë kohë, nuk më dha listat, nuk pranoi të bëj debat, nuk pranoi të ketë një transparencë në numërimin e votave. Unë mora rreth 3400 vota nga listat e atyre dhe ato veti vodhën 800 vota. Unë këtë nuk e kuptoj dot. Dhe e dyta, dhanë urdhër që të mbushen kutitë e votimit, po këto nuk mund të jenë kaq idiot sa të mbushin 105, 120% kutitë e votimit. Dhe kështu dolën rezultatet. Dhe kjo ishte gjë e ulët që mund ndodhë Partinë Demokratike, dhe ky nuk është faji vetëm i zotit Berisha.
Ky është faji dhe njerëzve aty, thash edhe një herë. Këtyre njerëzve oportunistë që janë mësuar me modele të rrim të heshtim, se do vi një ditë edhe dita jon, kjo nuk është rruga e duhur. Kjo është një rrugë që nuk krijon politikan të mirë, kjo është një rrugë që krijon politikan skutha dhe politikanëve skutha, politikan skutha ndonjëherë janë edhe më të rrezikshëm se këta që janë maskarej të deklaruar, për shembull si Flamuri, Albana e Paloka, janë më të mirë në kuptimin e asaj, që këta i njeh, ta politikan skutha mund të bëjnë gjomën nesër dhe ky është një problem i madh. Këta politikanë që zguxojnë të përballen me të vërtetën, nuk guxojnë të përballen për respektimin e rregullave. Kur ju ndodh edhe vetë, thash edhe një herë, kur ju ndodh edhe vetë dëmi. Ndoshta e rëndova pak, po unë kështu e shoh situatën me këta. Ka pasur një debat gjatë protestës së djeshme mes disa përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe gazetarëve. A do ishte më e duhura që Partia Demokratike t'i kishte aleat gazetarët dhe qytetarët dhe jo t'i luftonte ata? Po qytetarët është zor për t'i bërë aleat në kuptimin e asaj që ti duhet të jesh i besueshëm, po me gazetarët të krijosh konflikt dhe ti bësh kundërshtar. Unë nuk mendoj që gjithë gazetaria dhe gjithë spektri mediatik ka qenë në shërbim të Edi Ramës. Për shkak sepse unë di që Edi Rama është sulmuar shumë në mënyrë të vazhdueshme nga gazetarët dhe nga media. Dhe Edi Rama jo më kot për një kohë gjatë i ka titulluar Kazani e tjerë. Domethënë nuk është se opozita nuk i ka pas aleat mediat, kuptohet, ka edhe analistë dhe ka pjesë mediave që kanë interesat e tyre dhe mund t'i shërbejnë Edi Ramës, po kjo nuk mund të përgjithësohen gjithë media dhe gjithë gazetarët. Patjetër opozita kur nuk mund të vi pushtet nëse s'ka aleancë me mediat dhe me gazetarët. Sepse gazetarët duhet jenë me opozitën sepse kanë hallin e vetur, gazetarët janë njerëz fundit që e kuptojnë më mirë realitetin se pjesa më e madhe e popullsisë. Dhe ti patjetër do i kesh aleat, se du ndryshojnë gjendjen për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Daljes edhe të krijosh konflikte koti me gazetarinë, domethënë tregon një idiotësi të madhe, tregon një mungesë pjekurie. Çfarë do lloj epiteti mund t'i vesh kësaj? Po nuk është serioze kjo, si shumë gjëra tjera që s'bëjnë nuk është serioze, po kjo domethënë i ve edhe kapakun. Të krijosh konflikte me mediat, unë mund të jem shumë i pakënaqur me një ose me një analist tjetër, por kjo nuk do thotë që duhet t'i fus të gjithë analistët edhe të gjithë gazetarët, thash edhe një herë me një thes. Gazetarët janë aleati kryesor për rrëzimin e një pushteti dhe kthimin e opozitës në qeverisje. Gjithmonë gazetaria më shumë anon nga opozita se nga pozita normalisht. A besoni që Partia Demokratike mund të kthehet në një forcë, po themi që mund t'i bindë shqiptarët dhe të vijë një ditë në pushtet? Unë kam bërë gjithë përpjekjet e mundshme. Nga 2018 kam vënë alarmin në mënyrë të vazhdueshme dhe me shumë kosto, sepse të rish të përplasesh në mënyrë të vazhdueshme për një kohë shumë gjatë me vullnetarët e Berishës dhe të Bashës dikur dhe tashi kryesisht me vullnetarët e Berishës, unë jo se kam problem këtë punën e përplasjes me vullnetarët, sepse e kam nisë me vullnetarët e Enver Hoxhës në 90-ën, realisht e kam nisë në 90-ën, domethënë edhe pak a shumë e njoh mentalitetin e vullnetarëve. Po vetëm fakti që sot Partia Demokratike ka mbetë në vullnetarët e Sali Berishës tregon që me këtë metodë nuk mund vije kurrë si më në qeverisje. Kuptohet ajo do jetë një pjesë e opozitës, sa përqind të do ja lëm të ardhmes, do është një pjesë që duhet nesër për të ardhur në pushtet, por mënyra se si do i gjendet zgjidhje kësaj situate në Partinë Demokratike është shumë e turbull. Dhe duhet të them që të kthehet demokracia në Partinë Demokratike është një diçka e pashpresur, nuk ka më luftar. Ja vetëm një shembull po të them unë. Zoti Berisha e theu Nenin Basha, të cilin e premtoi dhe e vendosi për të mos u thyer nga askush, i pari e them vetë. Dhe të bëj një pyetje, ka ndonjë që i del për zot këtij rregulli? Asnjë nuk ngre zërin aty. Se do të më thotë ndonjëri Ali Mehmeti, Jorida Tabaku, Josefina Topalli, ky Tomorri, e tjerë me radhë. A e kupton sa pa dinjitet tregojnë këtu në sy të opinionit publik që nuk ngrenë dot zërin të mbrojnë një rregull bazik. Atë çfarë besimi do kenë njerëzit tek ta? Mirë, Sali Berisha ashtu e mendon që unë jam mbi rregulla dhe mund t'i shkel. Po ju tjerë që jeni pjesë e institucioneve, kanë marrë mandat deputetshëm, janë njerëz të rëndësishëm.
disa janë antarë të kryesisë Partisë Demokratike, janë antarë Këshillit Kombëtar. Kur këta nuk ngrenë zërin, çfarë mund t'ju kërkosh demokratëve? Kur këta nuk ngrenë zërin për thyrjen e rregullave, çfarë mund të kërkosh Edi Ramës llogari për thyrjen e rregullave? Kur këta nuk ngrenë zërin dhe vjedhin vota brenda partisë tyre, kush mund t'i besoj kur këta thonë na vodhi më Edi Rama? Sepse Edi Rama është shumë komod që këta të vjedhin vota në partinë e tyre, se kur këta të bërtasin për Edi Ramën, njerëzit do fillojnë të qeshin me ta. Unë kam quajtur këtë metodën e heqjes pushkëve në durrët e demokratëve. Demokratë kanë luftuar shumë në terren, sepse thash edhe një herë, e shohin si domosdoshmëri largimin e qeverisë së Edi Ramës. Por nuk kanë faje demokrat për dështimin, sepse janë generalat ato që i kanë futur në rrugë dhe mbetejat gabuara. Zoti Elezi, shumë faleminderit për intervistën dhe besoj do shihemi edhe në intervista të tjera. Të ju falenderoj shumë edhe ju.